Zoti kryetari i Kuvendit, me që parë nuk ma dhe fjallën për të konsumuar minutat e mia për t'ju përgjigjur Sali Berishës për akuzat që bëri, të paktën të kërkoja edhe ndjesën me mikrofon se t'ula gradat që ke, dhe preferove që në vend ndjesës publike timës me mikrofon të dominoj cinizmi yt me mikrofon. Dua të kujtoj se fuqia e ndjesës dhe pa mikrofon është shumë më e fortë se sa cinizmi i kujdo në raport me kolegët këtu në këtë sallë. Unë e njoh rregulloren e Kuvendit, zoti kryetari i Kuvendit, edhe për shkak të përvojës time si deputet, edhe si kryetari i Komisionit Ligjeve, dhe kur ka çështje për diskutim me minutazh të përcaktuar, sigurisht nuk lejohet replika, por ama e drejta për të ndryshuar radhën me kolegët e mi të grupit parlamentar në mirëkuptim me kolegun dhe me mirëkuptimin tuaj si kryetar Kuvendi, ekziston sipas rregullorës Kuvendit. Por ju nuk e patët këtë mirëkuptim dhe ke mirëkuptimin tim të plot, sepse nuk është kollaj të përballësh me një politikan si Sali Berisha, një dinosaur politik si Sali Berisha, që ka 40 vjet që mbijeton në politik me mjetet që ditë përdor më mirë. Intrigën, presionin, baltën, shpifjen, shantazhin, shto tani në fund edhe gradën shkencore non grata. Dhe se që të përballësh me këtë lloj politike, sigurisht nuk të vjen ndihmë rregullorja e Kuvendit përveç se rregullorja jote. Dhe mirë bëre. Tani pak fjalë për Sali Berishën, se do kisha qejf të ishte këtu. Sali, sot më dhe një provë që ti e ndjek agjendën time politike dhe jam i bindur që më ndjek dhe tani. Më vjen mirë që më ndjek, Sali. Më vjen mirë që më ndjek në aktivitetet e mia politike, se me thënë të drejtën edhe unë të ndjeki në aktivitetin tënd politik, si pasqyrë. Por në fakt të ndjekim njëri tjetrin për qëllime të ndryshme. Unë të ndjek si pasqyrë për të parë veten që të mos jem në politikë si ti. Kjo është arsyeja që të ndjeki. Tani kam edhe një thirrje miqësore. Sugjerim miqësor. Sali, çliroje mendje dhe shpirtin nga dosjet. Sepse dosja jote është kaq e madhe sa çfarë do të shtosh aty nuk ndryshon më kur gjë. Ja ke vënë ka pakun asaj dosje me titullin akademik non grata dhe kur s'ka bë fajde dhe ky titull, ti nuk ke për të reflektuar më këtë sallë. Harroje këtë muhabet.